Specialistë seksionit për hetimin e narkotikëve referuan materialet në prokurori ku filloi procedimi penal për shtetasin LB, 21 vjeç banues në Korçë, pasi gjatë kontrollit fizik u gjetë dhe ju sekuestruar një sesi lëndë dyshuar narkotike e llojit kokainë. Specialistë për hetimin e krimeve të Komisariatit Policisë në Korçë referuan materialet në prokurori ku filloi procedimi penal për shtetasit VL dhe N, pasi u kapën duke bërë punime ndërtimi pa leje. Specialistë për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Pogradec referuan materialet në prokurori ku filloi procedimi penal për shtetasin NS 20 vjeç, pasi ka goditur me send të fortë një 44 vjeçar gjatë një konflikti për motive të dobta. Specialistë për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Maliq referuan materialet në prokurori ku filloi procedimi penal për shtetasin MG 41 vjeç, pasi ka goditur me grushte një 38 vjeçar gjatë një konflikti. Me datën 25 maj 2025 në fshatin Pojan Maliq ka tentuar të vetvritet në banesë shtetasi SS 32 vjeç duke u prerë me një mjet prerës stik. Aktualisht po merr mjekim në spital dhe është jashtë rrezikut për jetën.